Presidentia e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se Forca e Sigurisë së Kosovës është garanca për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Në ditën e forcës, Vjosa Osmani, pasi u njoftua nga afër me armatimin e FSK-s, tha se ushtria e sotme është pasardhëse e UÇK-s. Gëzuar dita e ushtrisë sonë, sot është një ditë krenarie për gjithë popullin e Kosovës, është ditë krenarie sepse ushtria jonë e sotme është pasardhëse e denjë e krenare ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e djemve e vajzave të cilët vunë themelet e lirisë sonë, kurse sot këta djemë e vajza që i shihni na bëjnë krenar jo vetëm brenda vendit, por edhe kudo që ata shërbejnë, në akademi, në vende të ndryshme të botës ku studiojnë tek shtetet aleate, por po ashtu edhe në operacione për paqe e stabilitet në vende të ndryshme të botës ku ata shërbejnë krah për krah me aleatët tonë. Ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se në 4 vitet e fundit janë investuar 430 milion euro për mbrojtje. Është ditë e lumtur e gëzuar për të gjithë neve, për shkak se me Forcën e Sigurisë të Kosovës, me këtë ushtri të pajisur kaq mirë dhe gjithnjë e më shumë, brezat e ri do të jenë të sigurt të jetojnë në paqe, të zhvillohen dhe të lullëzojnë. Në njërën anë e kemi sakrificën e dëshmorëve të kombit, mbi të gjitha kryekomandantin Adem Jasharin dhe familjen Jashari, pastaj veteranët dhe invalidët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e në anën tjetër i kemi gjithë këta fëmijë që kanë ardhur të shohin ushtrinë e tyre dhe e cila u angros zemrat e njëkohësisht i bën edhe të ndjehen mirë për të ardhmën e tyre dhe për mbar qytetarët dhe familjet në Kosovë. Më 14 dhjetor të 2018-s, Kuvendi i Kosovës pati miratuar 3 ligjet me të cilat mundësohet transformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Pra ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, atë për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligjin për shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Pas këtij vendimi, po në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, ishte mbajtur një ceremoni ku është prezantuar Forca e Sigurisë së Kosovës, ndërsa 27 nëntori shënohet si dita e Forcës së Sigurisë së Kosovës.